Kështu dukej shtëpia ku banonte familja 5 antarësh e Junuzin nga Haraqina, deri para 2 muajve kur kamera Alsatit erdhi për herë të fundit, ndërsa kjo është shtëpia e re, që për ta është shtëpia e ëndrave të 4 fëmijëve jetim. Gëzimi i madh dhe buzëqeshje vërejë në fytyrat e gjithë antarëve të familjes, ndërsa emocionet që kishin përfshirë të gjithë antarët ishin akoma më të mëdha. Kryefamiljarja nëna Fatbardha thotë se shtëpia është si një pallat dhe nuk mungon asgjë brenda saj. Imi gëzim të madh. Kush nuk ka ndihmuar, Zoti shpërbleft. Shka me bëhet, kunda si mi kanë shpaj, imi qetër gëzim. Qysh ishte ai momenti kur keni ardhur, kur hinët sefte në shtëpi të re? Çudi ish. Imi mësuar në të shpaj gjithë 2 soba, çudi kur hin këtu si pallat. A ka diçka që ju mungon? Ja, s'mungon hiç. Kur gjë s'mungon. Fëmija, qysh e pritën atë moment kur kanë hyrë sefte? Tash me flet keni vënë boll? I keni shtru krejt soba? Krejt i kemi shtru. Në kanë ndihmu krejt dasha martë. Kush ka pas mundësi, në kanë ndihmu, Zoti shpërbleft. Apet kush s'ka pas mundësi, Zoti shpërbleft çaj ka pas mundësi. A e kishe paramendu se qështu do t'jetë shtëpia? Jo, si që paramendu hiç. Veç kur u bë. Ata që u gëzuan më shumë për shtëpinë e re janë 4 fëmijët, Menduhi, Sebahatja, Kastrioti dhe Amiri. Gjatë kohës që ekipi i televizionit Alsat ishte mysafiri i tyre, ata në rrëfenin se tani e kanë shtëpinë në ngrohtë dhe nuk ndjejnë të ftohtë gjatë natës, sikurse në shtëpinë e vjetër. Kastriot, kur hynë sefte në shtëpi, ç'është duk? A e besove se që kjo është shtëpia jote? Po. Në ka zotë qysh është ashti shtëpia e re, a jeni gëzu, a keni vend tash ku me lujt, keni vend ku me flet, ka zonë e diçka me shumë? U gëzova kur dolën shpëtraj, kena vend me flet, ku du. A keni ndo tash cila është soba jote, cila është e Amiret, a krejt po fleni bashk? Krejt bashk po flenë. A keni tash ftoft për me flet? Gjevahir Ibrahimin nga Këshilli i Fshatit udhëhoqi deri në fund projektin për ndërtimin e shtëpisë së re. Ai falenderon gjithë njerëzit human që dhanë kontributin e tyre për të ndihmuar këtë familje, në veçanti Arafat Saliun që jeton dhe punon në Mërgim, për fondet e mbledhura nga bashkëdhetarët tanë. Shtëpia kompletu, besoj që sikur e patë edhe vetë, u nis me një mirë kuptim të fshatit, komunës, gjithë këshillit xhamise me shokë dhe shamir, u bon kjo një telefon ku ja kam sjell, nuk ka kthej prap. Tash këta do të kenë nevojë për, besoj që edhe ende do të kenë nevojë për kafshat goje buke, diçka me ju ndihmu. Duhet të marrin parasysh pak se si kulëm se shtëpia, s'ka thoj nuk jep me ngrohtë, po tash do ta kenë inshallah, do ta kenë apendimën që kanë pas për të shkaj përget kafshasë të gojës bukës. Iniciativa për ndërtimin e shtëpisë së re për familjen Junuzin nga Haraqina erdhi pas transmetimit të kronikës në Alsat një vit më parë, ku pamjet e shtëpisë së rënuar nuk kishin nevojë për komente. Kontribute veçantë për ndërtimin e kësaj shtëpie dha edhe shoqata humanitare Nëna Terez në Gjermani, e cila ndau një fond nga koncerti humanitar që u mbajti vitin e kaluar në Munich.